kur e do djalin duhet me dashur edhe rejen. Reja veç mos kosti që s'ja vlen fare. Unë djalin ta më du shumë dhe për hatu djalit duhet me dashur edhe rejen. Përpara prindit kanë qenë çatu, dikun ai ka dalë mirë, dikun s'ka dalë mirë. Mu për veti unë shëlqyshëm kanë qenë. Se sot kalojnë 4-5 muaj. Një vëlla merr një vajzë shembull ta do shpirti dhe jeton jetë si njeri. Parja është parja është letër. Dashuria më kon dashuri, e vërtet. Edhe një femër që se kujton pak më gjatë jetën. Ka shtimja, që ke shtimja? Mirë super. Keni dalë për shef sot? Jo, kam punoj këtu. Punon në Prishtinë? Që sa vite punon? Punoj që 12. 12 vite, të lumt. Si çka punon? Pastrim. Pastrim. Këto e bën sigurisht me ndihmu familjes, apo? Mija ke? Po i kam 3 djem. 3 djem, mashallah. A ke vajza? Jo s'kam. Bet me rok që s'ki vajzë? Po ato zoti ka punu. Po që bet me rok? Po më rak normal që aja vajza është për prinder, po që ta 3 ka fort zoti, djem janë, shnosh janë. Është reja të zavendësojnë vajzën. Zavendësojnë, a? Po besojnë, nashta. Një vjerë që e zavendësojnë për tojnë, se shumica tuan ku shumë janë. Po tash ti më varet nana qysh tash, nana kur e do djalin duhet me dashur edhe rejen. Reja veç mos kosti që s'ja vlen fare, se aja do të me bind rejen që duhet me konë me jetu bashk. Me jetu si krenar më konë tash, unë e djalin ta me du shumë, dhe për hatu djalit duhet me dashur edhe rejen. Aja s'ka qare para nuk i di. Vendimi jam është, se unë halos jam po re, adi vjetër, nuk kam haro re, e besoj që kam e posti vajzën te. Çfarë shembull i mirë, shpresoj ta praktikoni këtë. Une, ashtu mendoj, tash si se kom pravu alja. Shoqin e keni jetë? Po. Am të kom kështu, ti veç halas o ke po vjerë, në qofë se zihet dhe më thonë, një vjerë me nuse dhe më thonë, a duhet djalli ti ta anoj ka djalli, apo ka nusja? Ato në varet që shtjanë ata. Varet qëllet janë faj, duhet mi folë, po tash ti jeta i ka këtu sene, tash që është edhe koha asisaj. Ne që kohën e bëjnë njerëzit, tash ka arë koha që ja, s'duhet djerra, ja, s'duhet reja, po duhet me konë ato të orientune me dashnjën a shoqen gjithësysh. Se pa dashni njën a shoqet, jeta s'kalohet. Unë besoj të vetja, që ka më konë një nanë një vjeherë e mirë, ashtu besoj se qikat i kom pas i dollë, po s'm ka fort zoti qik, besoj që i rejnë ka me pas një vend qikës. Mendimi jam është. Po kështu, rini, me bashorten, si keni qenë kështu, a keni pas doni, a ke qenë eltir? Unë në atë kohë më familja më kanë feju, po si kom rakur një senë, se s'kom pas kur jetë problem deri sot, kemi jetu shumë mirë, jena kom të lirë, kur farë problemi s'kena pas deri sot, asë inshallah kur s'kena, dhe më tekje. Ta familja, dhe më thënë, ka njoftë. To njoje që kanë qenë ma herët me krasu me tash, kur i njojnë mirë edhe kanë darë shumë. Qure, tash ti, ta të përpora kanë thënë që s'pa njoftë burin vetë, o shtën adin nuk është dhe me këshamull dhe ati, po përpora prindit kanë qatu, dikun ai ka dalë mirë, dikun s'ka dalë mirë. Mu për veti unë shëlqyshëm kanë qenë, po për desene kanë pak më të mira. Se sot kalojnë 4-5 muaj, 2 vjetë, 3 vjetë, vjen mu martu shpërndahën, ndahën. Për mua e së më pëlqe fare. Një vëlla merr një vajzë shembull ta do shpirti dhe jeton jetë si njeri. Pse? Jo, s'më pëlqe tash 4-5 muaj jetova, jo s'më pëlqe ose 3 vjet jetova, s'më pëlqe ato çika thot. S'më pëlqe ky mashkull thot. Kom gjatë një tjetër me para, po aja dashuria nuk shoh me para, dashuria rrish me personin, me zemër. Kurse tani një me zemër, parja vjen në shkar, parja është letër. Tonë mendoj që ashtu. Se tash një vjet as me pare, as me are, as me kurgja. Që s'ki tash një të vërtet, parja të dush, aja hic. Që e kështë të në bajzave që mas para, mas dashurisë materialisë, mirë po dashurisë durojnë? Ja, parja është parja është letër. Dashuria të më konë dashuri, e vërtet. Edhe një femër që se kujton pak më gjatë jetën, që ka një familje që i burë, që s'mena që mja dosh familje që ti burrit, aja bëllë më s'jam si me jetu në të fare. Për mendim të jam, fare më s'jam si me jetu në të. Se jetë është e shkurt. Se nese në është ti, sot që të familjen, a nese e filloj me që të burë me jetu, po e kërë e banë me thëtë që tash unë jam me med vetë. Edhe kësën për muë. Që tu i vjetë të ndarja. Tash aja ndonë për familjes, a jetë një jetë, sa është i lirë me shkute nëna vetë, pëse pa shkute nëna joto, nuk kom një shumë raste këmë ati. Mo të sëmë pelqejnë, u të shumë di. Disa burra dëshirojnë që m'ja respektu familjen e vetë, mirë po, anas tjera tash familjen e gruas nuk e respektojnë.
E kërkojnë domethënë Nuk dy anash, nuk tash unë respektoj familjen tonë. Do të me pas respekt ndaj familjes time. Ajo është e njëjtë, familja kitik, familja kamone. Familja është e njëjtë, familja është e shenjtë. Familja mbi të gjitha. Kush ka respekt për familjen time, as për mua s'ka respekt. Edhe unë kur s'kam respekt për familjen tina, as për to është një kaluese. Është siç kalon koha. Aty ish prall, që edhe mi e kaluar pa lidhje. Duhet të pas respekt për familjen. Tani vjen me jetu me çfarë person. ka kishte këtë kohën mbrapa. A kishte gjatë çet bashkëshort që e ki gjithashtu? Po, me gjithë qef. Sikur vetë me pas gjithë këtë person, unë kur në jetë tash s'kom pas problemi, kam 3 fëmijë, jam e lirë, kur në jetë s'kom pas problem, s'kom pas ndalesë, a shkëqetua ma qatua, jam në konë shumë me një gojtë, shumë me një pajtemi në konën. Unë e kom pas vjehrë tash vjehrë në njësot, nuk është, mu për vetë e kom dashtë që nënën temë. Kam nënën e kam gjallë, edhe vjehrën e kom dashtë që nënën temë. Në të mundësinë të mija, të kom në këtë kontribut, sa kom multi kom tihmu, ta është i veç i lumi Allah edhe sa më shpërblen, që shumë shpërblen, sa kom pas mundësi. Për që s'kom pas mundësi, kur se kom la. Grua e veçantë, një shembull shumë i mirë t'ju dha, po du në fund, gjitha grave, gjitha vajzave, një mesazh më ja dha, një këshill, ju si grua, ju si nanë. Vajza, do të me thanën, vajza dashuroni me zemër, jo me pare. Duani familjet, se pa familje s'u ka jetë. Familja burrit është familja jote. Familja jote është familja burrit. Dhe dy anët janë familjet e njëjta. Familjet keqe s'ka kërkon. E pa dosh familjen e njëri tjetrit, jetë s'ka për asnjërin. Për mendim temin. E tash ti qyshe ato që analizojnë, çka më thojnë, çka më që më thonë që më akuzojnë, është puna tyne. Unë pa familje s'ka kur gjë. Veç familja burrit është familja jote. Se ti që ato jetu, që ato ke bonën familje, ke kriju familje, edhe ti ke arpi dikuj, për tash edhe ai burri do të më ta respektu familjen tonë, se ti e ke në familjen për me kriju një jetë që atë. Dy janë pa familje, dashuri s'ka. Zoti, të uroj më të mirat një.